101 të dënuar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Req, Malësi e Madhe, fituan lirinë këto të mërkur pas hyrjes në fuqi të amnistisë penale të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë. Përfitues të amnistisë janë të dënuar për vepra penale me rrezikshmëri më të ulët, si dhe persona që ndodheshin në muajt e fundit të vuajtjes së dënimit. Familjarë të shumt prisnin jashtë institucionit për të pritur të afërmit e tyre, ndërsa të liruarit ndanë për mediat për jetimet dhe pritshmëritë pas daljes nga burgu. Mes tyre ishte dhe Igli Muhameti, dënuar për vepra që lidhen me lëndët narkotike. Ai tha se amnistia i shkurtoi dënimin me 7 muaj e 20 ditë. Jena vujt këtë burgun, me ka bu mirë, ju falenderojmë në zemër, edhe institucionit të shkollës. Shumë krena, jam krena edhe për këtë burgun që kam bu. Për lëndë narkotike. 3.4. Unë 7 muaj vjetë, 7 muaj kam përfitu e zemër. Unë ka bu mirë se me thamë vërret në një, Shqipëri nuk ruhet. Nuk ruhet Shqipëri. Shqipëri unë isha një, kam gjithë njerës, kam një motër në gjithë, usrjesë, në të është bedak, në të bedak i veni ofë. Ndërkohë, Lek Shkafja i dënuar për dhunë në familje përfitoi vetëm 11 ditë nga amnistia. Pas lirimit, ai kritikoi kushtet e vuajtjes së dënimit në institucion. Ishim për dhunë në familje. Fitoi një madrit. Periudha shumë e keqe. Ushqimet katastrofë, as derat mos me hangër, shumë keqe. Shumë keqe. Kushtet nuk janë si që thotë dhe Rama jashtë, po janë komplet në pëshë. Këtë falsifikim. Si ashtë jashtë, është shumë si jashtë. Kam pas mësime, që kam jetu 16 në Gjermani, kam pas mësime, kam jetu në 7 ligjor, po kësa 7 ligjor. Na hëm në fukaret, kursat ati e të sahon. I shofim gjanë. Kam i 20 ditë në Gjermani në atë dyshën. E di qa ligjë, e di qa rrugë. Të s'ka ligjë, s'ka zanë. Lirimi 101 të dënuarve nga burgu i Reqit është pjesë e zbatimit të amnistisë penale, e cila parashikon ulje ose shuarje të dënimit për kategoritë caktuara të dënuarve, sipas kritereve të përcaktuara në ligj.